Allahu t'i takon pasuria, fuqia dhe lartmadhëria. Gjithçka është pronë e tij. I kujt është pushteti sot? I Allahut, i atij që është një, i fuqiplotit. Allahu është bamirësi dhe mbrojtësi. I tij është pushteti absolut. Po ashtu nga ai të vjen shpëtimi, pasurimi me dashuri dhe vepër të frutshme. Dhe çdo të mirë që keni, ajo është prej Allahut. O Zoti ynë, na i zbut zemrat, na shndro të merrin e brengave në hare, na bëj sy pa trembur kur na ka plon frika. O Zoti ynë, freskoj shpirtrat tanë me bindje të paluhatshme dhe shuaje prushin e shpirtrave të ndezur me ujin e besimit. O Zoti ynë, largoje për nesh mërzin dhe pikëllimin, lëshon mbi sytë tanë të friksuar siguri, mbi shpirtrat e shqetësuar qetësi dhe hapi dyert e zgjedhjes me shpejtësi. O Zot, mundsoja syve të mi ta shohin dritën tënde dhe të devijuarit ta gjejnë rrugën e drejtë. O Zot, shuaj përshpëritje dhe zërit në ndërgjegje së keqe prej nesh dhe ago për ne një mëngjes të mbushur me dritën tënde. Largo nga ne çdo gjë që na shpije në pesimizëm e në shkatërrim. O Zoti i madh, na bëj prej atyre që kanë frikë prej Teje dhe prej askujt tjetër, e mos na bëj prej atyre që s'të kanë frikë dhe frikohen nga të gjithë. Kur të kemi nevojë për mbështetje, na përkujto mbështetjen tek Ti. Kur të jemi lypës, na frymëzo të kërkojmë vetëm prej Teje, se Ti je zotëruesi i hambareve të pashtershëm.